Ngjarje rënd, burri I godet me thik punonjësen e KFC-s u zemërua për salcën. Një incident brutal ka ndodhur në një dyqan KFC në Nevada, ku një klient sulmoi me thik disa herë një punonjëse sepse ishte I mërzitur për salcën që I kishte bërë. Më konkretisht, sipas informacionit nga New York Post, gjithçka ndodhi në 27 dhjetor në Las Vegas, kur 32 vjeçari Gerard Carter mori porosinë e tij, por më pas u mërzit për salcën që përmbante ushqimi. Më pas pati një debat ashpër me një punonjës I cili, siç raporton Carter, e thyeu dhe e mallkoi duke rezultuar në largimin e tij nga dyqani. Megjithatë, Gerard u kthye pak më vonë me xhaxhain e tij 48 vjeçar, James dhe e të dy. Dyshohet se shkuan pas banakut. Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë të shqyrtuara nga policia, Gerard goditi punonjësin disa herë me thik, ndërsa xhaxhai I tij duke se e mbyti për disa sekonda. Punonjësi u dërgua në spital për trajtim, por gjendja e tij aktuale është e paqartë. Pas një hetimi, policia gjeti një thik të madhe palose në xhepin e Geraldit dhe arrestoi 2 autorët për tentativë vrasje. Më vonë, Gerald pranoi para oficerëve se ishte grindur me nënpunësin, por pretendoi se thika e tij kishte mbetur në xhep. Të dy burrat mbetën në qendrën e paraburgimit të qarkut Clark me akuzat për sulm me armë vdekjeprurse që shkaktoi lëndime të rënda trupore dhe tentativë vrasje me armë vdekjeprurse. Lirimi me kusht për Gerard Carter u caktua në shumën e $100,000, ndërsa James Carter u caktua në $10,000. Ata do të detyrohen të mbajnë mbyllur monitorimi elektronik nëse do të lirohen.